Unë mendoj që çdo person në botë e meriton me pas jetën që ka dash gjithmonë, që ka ndru gjithmonë. Dhe nuk po flas këtu për jetën e rrjeteve sociale që jemi mësuar me pas, sepse ajo nuk është e vërteta. Po flas për një jetë të përmbushur, ku ti zgjohesh mëngjes dhe ke dëshirë mu zgju sepse dëshiron me bën gjëra që ke dash gjithmonë me bë. Kur ti mezi e pret ditën tjetër sepse dëshiron me bën gjëra që ti ke planifikuar me i bë. Kur ti je shëndetshme, kur ti ke njerëzit e afërt që i dën pranë vetes, kur ti mundesh me shëtit, kur ti je lirë financiarisht dhe mundesh me bë gjithë gjërat që ke dash gjithmonë me i bë. Dhe realisht ti mundesh dhe ti meriton me i pas. Përshëndetje gjithëve dhe mirë se vini në një tjetër video. Unë jam Silva Pjetri dhe ky është kanali im Detektive Lumturisë. Sot vendosa të flas për një tjetër temë, shumë të rëndësishme, shumë bukur, e cila është manifestimi. Nuk e di, ndoshta e njihni shumë nga ju ndoshta nuk e njihni, dhe është okay sepse edhe unë para shumë kohësh nuk e dija çfarë është manifestimi dhe çfarë do të thoshte. Dhe e kam mësuar sepse duke ndjek njerëz që flasin për të, njerëz që kanë manifestuar gjëra në jetën e vet, edhe okay, vendosa të flas për këtë temë sepse është një temë që mendoj gjithë duhet me ditë. Spari du me të falendru që je duke ndjek këtë video, në qofë se je re këtu në këtë kanal, mirë se erdhe, dhe në qofë se ndjek për i kohësh, përsëri mirë se erdhe, dhe du të them që nuk je rastësisht këtu. Asu nuk jam rastësisht këtu, dikur refuzoja me folë për i të gjana, sepse mendoja që ndoshta nuk më përkasin, por më besoj që ekziston një forcë më e madhe që të shtyn ty me bën gjërat që ti duhesh me i bën, që ke ardhur në këtë botë për me i bën, për me i realizu, dhe prandaj jam këtu. Edhe ti nuk je këtu rastësisht, sepse mendoj që je e gatshme, je i gatshëm për me i dëgju këta që po u them tani. Tani të ndalemi pak ta shpjegojmë çfarë është manifestimi. Manifestimi është krijim. Ti ke mundësi me kriju një jetën tënde. Çdo gjë që ti e ke në jetën tënde, ti e ke kriju, ti e ke manifestu, me vetdije ose pa vetdije. Kur ti krijon me vetdije, normalisht ti fokusohesh me kriju gjëra që ti dëshiron në jetën tënde. Por kur ti nuk je i vetdijshëm, ti mundesh me kriju edhe gjëra që ti nuk i dëshiron në jetën tënde. Por çdo njeri në këtë botë e ka fuqinë me kriju. Zoti na ka dhënë fuqinë neve me çan bashkëkrijues, bashkë me ta, ashtu siç është edhe ai krijues, edhe ne jemi krijues. Dhe mund duket pak kjo çuditshme, por është e vërtetë, sepse çdo gjë materialiste që ndodhet në këtë botë është e krijuar nga njerëzit. Ky telefon që unë kam përpara këtu që po bëj këtë video është kriju, dikur është imagjinu, është mendu, ka qenë dikur një imagjinat, pastaj është kryu dhe është bë realitet. Dikur ky telefon ka qenë i pa imagjinueshëm, dikur kur nuk ekzistonin fare telefonat, ndoshta po t'ja thoje këtë mendim dikujt nuk ekziston, të thonë, nuk është e mundshme me e kriju, por dikush e ka kriju, e ka besu dhe pastaj e ka sjellë në realitet. Si çdo gjë tjetër që ne kemi krijuar në këtë realitet që ne jemi. Dhe ashtu siç kemi krijuar jetën materialiste, normalisht mund të krijojmë edhe jetën që ne dëshirojmë me jetu. Se gjithë ata njerëzit që jetojnë jetën që ti ndoshta dëshiron me pas, nuk ka se kanë pas ndonjë privilegj nga Zoti, nuk ka se Zoti i ka përzgjedh ata, janë me fat ata edhe vetëm ata mundën me pas jetën. Gjithë secili mundet me pas jetën që dëshiron. Por ka të bëjë çfarë ti zgjedh. Edhe jo, ata njerëz nuk kanë qenë me fat. Ata njerëz kanë zgjedh me pas jetën që ata dëshirojnë. Dhe ti ke zgjedh me pas jetën që ti ke tani. Edhe unë kam zgjedh me pas jetën që unë kam tani. Por automatikisht mundet mi u lind kjo pyetja, okay, ti Silva po flet për një manifestim, për krijim, me kriju jetën që gjithmonë ke ndru me pas, por a ke ti jetën që gjithmonë ke ndru me pas? Dhe du të them, gjithçka që unë e kam tani, gjithçka që ti e ke tani, është ajo çfarë ti realisht i ke kërkuar të madhit Zot, është ajo që ti je lut, është ajo çfarë ti ke kriju, ti ke zgjedh me pas. Unë jetën që e kam tani është jeta që unë kam zgjedh me pas, me mendimet e mia, me veprat e mia, me gjithçka që unë kam bë. Gjithashtu edhe ti. Dhe unë mendoj që jam falendëruese sigurisht madhet Zot se realisht e kam një jetë shumë të mirë, ndoshta nuk jam aty ku dëshiroj me qenë, e kam nga ana materiale, financiare, por besoj që gjithçka është proces. Gjithçka vjen në momentin e duhur, në kohën e duhur. Dhe nuk vjen gjithçka kështu me kërcitjen e gishtave. Normalisht që është një proces. Dhe për me shku te ai proces sigurisht që ne kemi sfida, kalojmë probleme. Edhe këta sfida dhe këta probleme unë mendoj që i manifestojmë, i krijojmë, por janë diçka, nuk do të mi pasi diçka negative.
duhet me u marrë të mirën dhe këtyre sfidave, sepse edhe këta sfida na ndihmojnë për me arrit të jeta, janë ato vështirësitë, janë ata shkallët që na na ndihmojnë, na lodhin për momentin, por na ndihmojnë me arrit ku ne dëshirojmë me arrit. Dhe duhet me ditë njerëz që nuk ekziston e mira pa të keqen. Nuk mundesh me a ditë vlerën të mirës nëse nuk e njeh të keqen. Gjithçka e ka të kundërtën e vet. Por gjëja më kryesore tek manifestimi, tek krijimi, është që ti me e besu. Ne njerëzit nuk besojmë mjaftueshëm. Domethënë e kemi një dëshirë, e kemi një lutje, ja drejtojmë Mallit Zot edhe presim, fokusohemi te pritja, fokusohemi se ajo nuk po vjen, dhe kur ti fokusohesh që nuk po vjen, ti vibron mungesë, ti vibron sikur ti nuk e ke. Dhe ajo çfarë ne vibrojmë, ata na e tërheqim. Mënyra se si ne ndihemi, ata ne e tërheqim jetën tonë. A ke vure për shembull kur zgjohesh në mëngjes, edhe zgjohesh gjithë nerva, nuk do me bëha asgjë, e gjithë dita jote të shkon ashtu, me energji poshtë, sepse ti je zgjuar ashtu në mëngjes. Ose provo me dëgju vetëm këngë negative, këngë që janë të qa, fillon veç edhe ti, sepse ti na njerëzit veprojmë me emocione, edhe tërheqim pastaj automatikisht gjëra të njëjta. Krijojmë gjëra që na bojnë me kriju të njëjtat emocione përsëri, me kriju negativisht ose me kriju gjëra të dhimbshme. Kështu që është shumë e rëndësishme ne se ku e dërgojmë fokusin ton, se ku fokusohemi. Nëse për shembull ti, siç thash, ja dërgon një dëshirë të Mallit Zot dhe ti fokusohesh në pritje dhe mungesë, nuk ka me ardh. Ti duhet me lshu dhe me besu se ka me ardh në jetën tënde. Okej, ka dhe raste për shembull që ti e dërgon një dëshirë, por nuk është e destinuar për ty, nuk vjen asnjëherë. Duhet me kuptu që mbeso që çdo gjë që ndodh për të mirën tënde. Ndoshta ty Zoti nuk ta sjell atë dëshirën që ti ja ke kërku, sepse nuk ka qenë për ty. Dhe ai është duke të përgatit për me të sjell diçka akoma më të mirë. Por ti nga që je fokusuar te ajo dëshira që i ke kërku, ti e bllokon edhe dëshirën që Zoti është duke dërgu ty, që ka nis për ty. Që duhet me besu fuqishëm që çdo gjë që vjen në jetën tënde, vjen për të mirën tënde, beso. Do e jap një shembull se unë jam bë para 3-4 viteve jam bë pjesë e rritit marketingut, edhe tani nuk jam pjesë e rritit marketingut, për ata që e njohin rritin e marketingut, e din çfarë është, për ata që nuk e njohin, ndoshta do bëjnë një video një ditë tjetër. Nëse unë sot nuk jam pjesë e rritit marketingut, sepse kam menduar që nuk është për mua. Por do të me kuptu diçka, gjithçka që ka ardhur ato 3 vite që unë kam qenë pjesë e rritit marketingut, kanë qenë 3 vite që mu më kanë rrit, më kanë zhvillu, më kanë forcu shumë besimin vete. Dhe nëse nuk do të kishin ekzistu ato 3 vite, unë nuk do isha këtu duke e bë këtë video. Unë i kam marrë ato 3 vite si 3 vite shumë të rëndësishme të jetës teme, kam punu me veten teme, kam punu me vetë besimin tem, kam punu me rrit biznesin tem vogël që kisha kriju, dhe nuk e mendoj si diçka gabim. Por ka njerëz që pendohen shumë kur i kanë bërë disa gjëra. Jo po pse u bëna pjesë e saj, jo pse ishte gabimi më i madh i jetës teme, jo nuk është gabim, është mësim. Është adash, çdo gjë që e ke pas në jetën tënde, çdo gjë që ti e ke kaluar në jetën tënde, është adash ty për me të pru këtu ku je. Dhe çdo gjë që ke me kaluar në vazhdim ka me të dash për me arrit aty ku ti dëshiron me arrit. Dhe unë mundohem gjithmonë me i marr pozitive në gjërat që më ndodhin në jetën teme. Për shembull, gjithë atyre viteve që isha pjesë e rritit marketingut, gjithë atyre viteve, 3 vite ishin, por jam mundu me i marrë gjërat më pozitive, edhe nëse nuk do isha pjesë e rritit marketingut, domethënë nëse s'do kisha kalu 3 vite atje, nuk do isha as këtu duke bë këtë video. Dhe nëse nuk do jem këtu duke bë këtë video sot, ndoshta nuk do jem nesër atje ku dua të jem. Kështu që gjithmonë mundohu me i marrë të mirën asaj që po të ndodhi në jetën tënde, sepse ti ke me pas sfida. Ti keme pas sfida, keme pas probleme në jetën tënde, por ka të bëjë shumë mënyra se si ti zgjedh me i shiku. Në çfarë mënyre zgjedh ti me i pa gjëra që ti vini në jetën tënde? A zgjedh me i pa si gjëra negative apo si gjëra pozitive? Dhe unë kam zgjedh me i pa në mënyrë pozitive. Unë kam zgjedh me i pa si gjëra të mira, si gjëra që më kanë më rrit, që kanë më forcu, që kanë më zhvillu për me arrit aty ku unë dëshiroj me arrit. Kështu që është shumë e rëndësishme me i besu procesit, me i besu Zotit, me i besu duket se sot që jam të bëjmë këtë video, gjithë makinat e lagjes, gjithë motorët e lagjes kanë me kalu këtu, por nesër disa herë ndola videon, por s'për shpunë, ne do vazhdojmë videon gjithsesi.
Po thoya që a shumë e rëndësishme me besu të madhit Zot, me besu gjithçkaje që ai të sjell, se besoj që gjithçka që ta sjellin të ndona ta sjell vetëm për të mirën tonë. Pra një nga gjërat më të rëndësishme është besimi. Nëse ti nuk ke besim se gjërat që ti dëshiron kanë marrë jetën tënde, atëherë nuk kanë marrë, se si ti thjesht po i ndalon, po i pengon me mos besimin tanë. Është shumë e rëndësishme me besu. Mas besimit ka të bëjnë shumë mënyra se si ne sillemi, mënyra si ne ndjehemi, emocionet tona. Nuk mundesh ti, për shembull, nëse ti dëshiron me pas shëndet në jetën tënde, nuk mundesh ti me tërheq ose me manifestu, me kriju shëndet në jetën tënde, duke fol me gjuhën e të smurit, duke fol për sëmundje çdo ditë, duke u anku çdo ditë. Ti mundesh me pas shëndet vetëm duke fol për shëndet. Tani mund të më thuash ti mua Silva, okej, si mundem me fol për shëndet, ose si mundem me folë në mirë për shëndetin kur jam me smur. Kur unë jam me smur, nuk mund të flas mirë kur jam me smur. Okej, nëse ti je smur, edhe thu që jam me smur gjatë gjithë kohës edhe flet për shqetësimet tua, a mendon që ke më bë më mirë? Nuk ke më bë më mirë. Që ndonjëherë është shumë e rëndësishme fjala, shumë e rëndësishme mendimi që ne kemi, shumë e rëndësishme çfarë nxjerrim nga goja. Fjala jote bëhet realitet. Beso, është shumë e rëndësishme, kështu që kujdes çfarë nxjerr nga goja jote. Kujdes ku ti fokusohesh. Nëse ti zgjohesh mëngjes edhe sikur thamë e fillon mëngjesin me shumë nerva, ashtu ka më shkuar dita jote. Nëse ti fokusohesh me pa vetëm lajme negative, negativitet ke me tërheqë jetën tënde. Nëse ti fokusohesh me fol negativisht për tjerët ose fokusohesh në fashë theme, kemi tërheq njerëz që kanë bën fashë theme, kemi tërheq njerëz negativ në jetën tënde. Se ashtu siç vibrojmë, ashtu na tërheqim. Kështu që është shumë e rëndësishme se ti mendon. Nëse ti shikon filma, ku diun horror, ke mundje poshtë emocionalisht. Unë nuk shoh filma. U bë ndoshta 2 vite ose 3 vite, mundësisht që atëherë kur kam hyrë në rritjen e marketingut, sepse nuk kisha shumë kohë me pa, po kam kuptuar që kam kuptuar që kur unë shoh filma, sidomos filma negativ, filma horror, filma që janë me vrasje, që janë me qarje, filma që të bojnë me qarë, unë i përjetoj shumë thellë. Unë e shoh që atëherë kur kam pa filma turk, unë i përjetoja. Edhe mu duke sikur e gjithë dita jeme shkonte duke mendu për përjetimin e një filmi që nuk ekziston. Unë i përjetoj si të vërteta. Dhe e di që ka shumë njerëz që i përjetojnë sikur unë, i përjetojnë filmat sikur është e vërtetë. Edhe i manifestojmë jetën tonë, beso, kështu që unë kam shput, absolutisht nuk shoh filma, nuk shoh gjëra që nuk më lejoj me shku aty ku unë dëshiroj me shku. Mundoha mu fokusu në gjëra që mu mbajnë mu ndje mirë, gjëra që mu më ndihmojnë realisht me manifestu jetën që unë dëshiroj me manifestu, që dëshiroj me kriju. Dhe një nga gjërat që mbas besimit mendoj që është falënderimi. Nuk mundesh me pas më shumë që se nuk falënderosh për ato që ti ke. Mendoj që falënderimi është një nga pikat kryesore se si ti mundesh me realizu jetën që ti dëshiron. Falënderimi ty të fokuson me u përqendru të gjërat pozitive. Një nga gjërat që unë e bëj në mëngjes, e kam thënë shpesh herë, është zgjohem edhe shkruaj falënderim. Edhe atëherë kur nuk e ndjej, edhe atëherë kur them okay, sikur mos ta shkruaj sot, përsëri shkruaj. Zgjedh me marr lapsin edhe me shkruaj për gjërat që mu mbajnë mu ndje mirë, ose zgjedh më fokusu për gjërat e mira që i kam jetën time. Që u zgjova mirë, që jam mirë sot me shëndet, që i kam familjarët mirë me shëndet, që kam ushqim me konsumu, ushqim bollshëm, sepse ndoshta dikush nuk e ka, që kam një shtëpi mbi kokë, pa marrë parasysh se si janë shtëpia ime, am pëlqen se si është rëndësi ka që unë e kam shtëpinë, që jam e sigurt brenda saj, që unë kam shtroj, që kam mbuloj, që kam rroba për me vesh. Beso që janë disa gjëra që ne i marrim si të mirëqenia në jetën tonë dhe nuk duhen të marrë si të mirëqenia. Duhet më falëndru, kur ti zgjedh më fokusu që ti ke një shtëpi të mirë, që ti zgjedh më fokusu që ke shtëpinë e ngrohtë, që të mban ngrohtë, që të mban sigurt, beso që Zoti akoma ka më ta sjellë një ditë një shtëpi akoma më të bukur, akoma më të mirë, ashtu siç ti e dëshiron. Nëse ti zgjedh më fokusu te shëndeti jot, që ti je fuqishme, që je shëndetshme, që ke njerëzit e dashur me shëndet, Zoti ka më sjell akoma më shumë shëndet. Kështu që falënderimi është një nga mënyrat kryesore se si ti mundesh me realizu jetën që ti dëshiron me realizu, që ti dëshiron me pas. E di se e kam përmend shpesh herë pjesën e falënderimit të videot e mia në YouTube, po beso që nuk mendoj që ka gjë më të rëndësishme, më të fuqishme në këtë botë, se sa falënderimi, se sa me u zgjedh me u fokusu
të gjërat që ti i ke. Falenderosh për gjërat që ti i ke sot për me pas më shumë të ardhmen tënde. Dhe një mënyrë që unë e përdor shpesh, e besoj e kam treguar shpesh herë, është se shkruaj falënderim në mëngjes. Dhe du me tregu pak se si shkruaj. Do më thënë se si shkruaj, si gjithë tjerët, por shkruaj në kohën e tashme. Unë asnjëherë nuk shkruaj se unë dua ta kem filan makinë, unë dua ta kem filan shtëpi, për shembull. Gjithmonë shkruaj në kohën e tashme. Faleminderit Zot që kam makinën, për shembull filan makinë. Kupton, ose filan shtëpi ose shtëpi në ëndrave. Nuk e them për shembull, më pëlqen me shkruaj me falënderim, më duket më i fuqishëm, për shembull zgjedh me thënë faleminderit Zot, se sa thjesht unë e kam shtëpinë e ëndrave, mendoj që është më fuqishme. Dhe kur zgjedh me shkruaj, zgjedh me alternu për shembull gjërat që i kam me gjërat që nuk i kam. Ky gjë ma bëj për i kohësh, për shembull se më duket se kur unë zgjedh me shkruaj vetëm gjërat që nuk i kam, jo më duket, por është shumë e vërtetë që nëse ti ulesh në fletore dhe shkruan jetën që ti dëshiron me e pas, por ndër ato gjëra që ti ke shkruaj, asgjë nga ata nuk e ke aktualisht, truri nuk i merr si të vërteta. Ti automatikisht ke me vibru mungesë, si ajo që thash në fillim, kur ti vibron me mungesë, është pak më vështirë me realizuar jetën tënde. Domethënë, është pak e pamundur sepse ti e ti tregu Zotit që ti nuk i ke. Edhe ti nuk je ti besu, pra. Ka lidhje me besimin, ka lidhje nëse ti nuk e beson, atëherë ti nuk ke me pas. Kështu që unë i alternoj, për shembull shkruaj për gjërat që unë i kam, dhe mes atyre gjanave shkruaj diçka që nuk e kam. Pastaj shkruaj diçka tjetër që e kam dhe kështu me radhë. Dhe ky gjë bëj për kohësh, edhe jo më larg se para 2 netësh e patëm edhe një trajnim me mentoren tonë dhe ajo e quante metoda e sanduiçit. Domethënë si sanduiç ti vendos gjërat që i ke dhe që nuk i ke. Edhe thash, wow, unë e baj për kohësh, edhe thjesht për shembull kur shkruaja, në fillim më shumë shkruaja gjëra që i kam edhe në fund fokusohesha me shkruaj gjëra që du me i pas, po Valentina tha që është më mirë me i alternu, domethënë me vendos gjëra që i ke, pastaj diçka që nuk e ke, pastaj përsëri, tamam si një sanduiç. Edhe kam filluar me e bën kështu që është një metodë e mirë edhe për ju, kështu mundeni me praktiku. Edhe kjo ndihmon trurin, për shembull kur ti e shkruaj diçka që ti e ke, truri din që ti e ke. Por ti e ban sikur e gënjen pak trurin dhe e fut diçka që nuk e ke aty, edhe truri për momentin i merr si të vërteta, edhe është një mënyrë mirë për me i manifestu më shpejt një tentane. Edhe unë e kam shok shumë të mirë trurin, kështu i tham shoqe shumë të mirë, sepse e ndjesem dëgjon, edhe e kontrolloj unë atë, edhe jo ai mu, nuk e lej atë me më kontrollu mua. Edhe diçka shumë fantastike dhe shumë edhe me qeshnit në kohë, është se kemi mësuar në akademi, me i vendos emër trurit ton, që me mujtë me e kontrollu. Valentina tha që është mirë me emëru trurin tan dhe me e thirr kur shikon që realisht atë duket kontrolluaj ty. Edhe unë ja kam vendos emrin Lucy. Pse Lucy? Vjen nga filmi Lucy, besoj e keni pa atë filmin The Brain me Lucyn që ajo merr disa doza dhe truri i saj bëhet i super fuqishëm, i pa arritshëm. Edhe nga ajo, domethënë jam inspiruar dhe e kam vendos Lucy, emrin trurit tim. Edhe funksionon kur e thrisni, realisht funksionon. Ku e kam vure që funksionon është kur ule me fjet, dhe a ke parasysh kur ulesh me fjet edhe të vinë shumë mendime në kokën tane. Të vinë mendime që oh my god, domethënë nuk e din sa ekzistojnë ato mendime që të vinë ndarë kur ulesh me fjet. Edhe unë i them vetëm kaq. Lucy, të lutem, tani unë du me flet. Këto mendime na do i mendojmë bashkë nesër. Kështu që të lutem qetësoje trupin tem, kokën teme dhe tani unë du me flet. Okej, tenton ndonjëherë me më fut ndonjë mendim tjetër dhe përsëri e thras Lucy, çfarë folëm? Nuk du më i kështu mendimesh. Du me fjet, lutem, do i diskutojmë këto gjëra nesër. Edhe më beson ndoshta mund ta thras 2 ose 3 herë edhe ndalon. Edhe merr gjumi. Edhe praktikojeni, vendosja trurit ta një emër. Pa marrë parasysh çfarë emri, ka njerëz që mund t'ja vendosin emrin ku dijon Maria ose ku dijon. Vendosin një emër që ti të pëlqen, mundesh me ja vendos Siri, sikur i thrasim në telefonit. Unë kam vendu Lucy sepse është më duk pak e fuqishme nga filmin që kam po, por
praktikojeni se funksionon dhe është një metodë shumë e mirë për me kontrollu ju trurin tuaj edhe ju truri juve. Më falni që po e ndërpres vetëm për pak videon këtu, por desha shumë shkurt t'i tregoj për këta bebushet e mia, për këta qerit e bukur që kam nisë të ndërtoj në shtëpi. Ka qenë një ide shumë spontane e imja dhe që po më fal shumë dashuri dhe qetësi kur i realizoj. Dhe thash pse jo mos andaj dhe me ju. E di që shumë nga ju si unë i dashuroni qerit sepse e falin një qetësi dhe zbukurojnë shumë shtëpinë. Mund t'i përësisni tek Silve Skandal dhe do isha shumë mirënjohëse dhe falendëruese nëse do të mbështetje sa do pak biznesin tim të vogël dhe le të rikthehemi përsëri tek video. Dhe përveç falënderimit njerëz, zgjidhni mu fokusu në gjërat mira në jetën tuaj, se ti mundesh mu zgjuar mëngjes edhe me shkruaj falënderim edhe gjithë ditën tënde, pjesën tjetër ditës me u fokusu te gjërat që nuk shkojnë mirë në jetën tënde. Por siç e thash edhe një herë, zgjidhni me besu që çdo gjë që tani nuk po shkon në jetën tënde mirë, ka për një arsye të mirë aty. Ka me ta mësu diçka, kështu që zgjidhni me pa pozitiven, kërceni, bani gjërat që ju dëshironi me bë, bani aktivitet fizik, dilni në natyrë, ecni, bani gjërat që ju bëjnë mu ndje mirë, që në të tashmen ju bëjnë mu ndje mirë, sepse është shumë e rëndësishme se si ndjehemi tani. Nuk ka rëndësi si jemi ndje të shkuar, nuk ka rëndësi se si ne kena mu ndje në të ardhmen. Ajo çfarë ka rëndësi është e tashmja, është tani. Tani ne krijojmë, tani është jeta, tani ndodh jeta. Kështu që zgjidhni më fokusu te gjërat që realisht ju bëjnë mu ndje mirë. Unë e thash falëndrimin si një nga mënyrat më të rëndësishme sepse kur ti falëndrosh për atë që ke me pas më shumë dhe por është e rëndësishme edhe gjatë ditës se ku zgjedh ti mu fokusu. Okej, çfarë zgjedh me pa, çfarë zgjedh me shiku, me ka zgjedh me bisedu, me ka zgjedh me net, mendimet e tua, emocionet e tua, fjalë që ti nxjerr nga goja. Këngë që ti dëgjon, filma që ti shikon. Është shumë e rëndësishme njerëz. Ndërsa që është shumë e rëndësishme për me kriju realitetin që ti dëshiron me kriju. Unë të falenderoj shumë që e dëgjove këtë video të këtu. Shpresoj që të ka ndihmu sadopak dhe shpresoj që kemi praktiku këtë gjëra që unë i tregova, kemi praktikuar jetën tënde. Dhe nëse e praktikon shkrimin, falënderimin ose një nga këta që unë thash, më shkruaj këtu, më lëni koment. Dhe njerëz ju kam thënë në të video shkuar se do ishte shumë e rëndësishme për mu me ma bën një koment, një like ose një subscribe, sepse më ndihmon me urrit në kanal, më ndihmon me postu akoma më shumë, me motivon edhe mua, sepse edhe unë jam njeri, motivohem edhe për momentin që unë shikoj që ka njerëz që më shikojnë për nuk më bëjnë subscribe, edhe e di që nuk e bëjnë me qëllim keq, por realisht kjo më ndihmon mua, nëse ju pëlqejnë videot e mia, më ndihmon me bë akoma më shumë video edhe më ndihmu dhe juve. Ne ndihmojmë njëri tjetrin dhe nëse ju ka pëlqyer kjo video sot, më shkruani një koment këtu poshtë dhe më lini një koment se çfarë do kishi dëshirë që unë të postoj në videon e radhës dhe ju falenderoj shumë që më keni dëgjuar deri këtu, ju përshëndes edhe shikojmë në videon e radhës. Mua!